Po me që përmendem rolin edhe rolin e mjekët familjar, një ndër rolet që ka gufu e lullzu në pandemi është pulmologjia. Se më duket, dhe që atëherë si një që ka është famshëm, doktor Vlamor. Qatë serios ka folë doktori, sa Asun po... të gazuar qëfar liste është një asit doktor, në përfini, në serios në emisionet. Në rol drejtorit ka folë, në rol drejtorit. Që tash unë e folë si drejtor. Drejtor. Vjen keq. Hajde, tash e poj ma humor. Doktor Vlamor, po. Vërtet është, sepse ti e ceke shumë mirë në fillim të kësaj bisede, të kësaj pjese. Për ma herët ka qenë gjithmonë vetëm roli internistit që ka kry punën e gjitha lamive të pjesës internës, përfshi me kardiologji, me pulmologji, gastro, pjesën endokrinologjike, të gjitha i ka kry internisti. Kurse tash, me zhvillimin e pandemisë, ishte njerëzit që njoftu shumë ma shumë me rolin e pulmologut, me rolin kyç të moshkrive, do të thotë funksioni i parë, elementar që duhet me egzistu për me vazhdu jeta është frymshkëmbimi, marrja oksigjenit dhe nxjerrja e dioksidit karbonit, edhe në këtë rast është rrit një vedisim. Po falë dhe zhvillimi teknologjisë, njerëzit vedisohen, lexojnë më shumë, kuptojnë më shumë edhe konsultohen më shumë me specialistin e fushës së ngushtë. Kjo ka letu punën e diagnostikimit të hershëm për juve pulmologëve, sepse nëse dikur janë vënu për shkak jo të mjeku familjar njerë, pastaj të internisti, e hapat të tjerë, tash vinë direkt e pulmologu. Po, realisht kjo është e mira, se ata informohen shumë më shpejt dhe vinë shumë më shpejt. Tash në momentin kur kemi edhe qasjen diagnostikik më të hershme, për shembull qoftë radiologjike ose imazherin, edhe pa radiologji, tash duke përfshi edhe ultrazonën e moshknive, por edhe në rastet kur bëjmë, për atë arsye ndoshta kemi edhe rritje të rasteve që diagnostikohen më shpesh se është në fushën e doktorëve të nderuar patolog, kur ne shohim edhe në fazat më fillestare të mundshme, ndoshta të një tumori që është në moshkri, kur diagnostikohet saktë është e mundur edhe operim edhe vazhdohet jeta normal, të ketë një jetë gjatësi normale, të ketë mundësi zhvillimin e aktivitetit pa ndërprerje të jetësore të punës së tij, vetëm fal informimit të mirë të njerëzve dhe konsultës së hershme me specialistin e ngushtë të fushës, në këtë rast pulmologët. Kjo është fat e mirë kjo.